Situata e rënduar nga rreshtet e dendura është analizuar gjatë mbledhjes së Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile, ku kryeministri Edi Rama njoftoi se të gjitha familjet që kanë mësuar dome do të dëmshpërblehen në mënyrë të drejtë dhe të shpejtë. Sot dua t'i siguroj edhe të dëmtuarit e kësaj here se ne do të qëndrojmë me të njëjtin dinjitet njerëzor, shtetëror dhe politik çdo detyrim ndaj tyre, qoftë për banesat, qoftë për gjën e gjallë. Ai bëri bilancin e zonave të përmbytura në veri dhe jug të vendit duke theksuar ndërhyrjet për furnizim me energji elektrike dhe situatën e akset kryesore rrugore. Deri tani janë në rang vendi numëruar 1587 banesa me praninë e ujit, janë evakuuar 339 persona dhe 51 familje, po ashtu prania e ujit është konstatuar në 13.211 hektar tokë bujqësore, ku një pjesë janë përmbytur, sikundër edhe disa qendra shëndetësore apo objekte arsimore. Kemi pasur disa shkëputje në zonën e Kuksit apo zonën e Librazhdit, por që të gjitha janë kthyer në funksion në kohë rekord. Ose të sot operatori i sistemit transmetimit relaton në raportin e orës 8 që të gjitha linjat janë funksionale, nuk kemi asnjë problematik për sa i përket transmetimit. Kryeministri u përgjigj gjithashtu kritikave të opozitës duke sqaruar se përmbytjet masive të mijëra hektarëve nuk janë rezultat i keq menaxhimit si në të shkuarën, por pasojë kryesisht e ndryshimeve klimatike, ndërsa në disa raste lidhen me papërgjegjshmëri njerëzore. Aleatët politik të shiut që shohin tek çdo tërbim i natyrës forcën që do të kompensojë impotencën e tyre kundër qeverisë, kanë llomotitur shumë për gjendjen e hidrovoreve, të cilët kanë qenë në funksion të plot pa pushim, duke evaduar sasirat konsiderueshme të ujit dhe duke parandaluar kështu pasoja shumë herë më të rënda nga rreshtit e këtyre ditëve. Ai dha përgjigje edhe për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme dhe garantoi monitorim të vazhdueshëm të situatës. Shiu nuk ndalet me shpifje, si ato që nuk punojnë hidrovoret, lumejnë nuk kthehen në shtrat me protesta, si ato që s'kan lidhje fare me arsyen pse përmbyten shtëpitë e ndërtuara në territore shumë vulnerabël. Red nuk shpërndahen me slogane, si ai slogani kronik i çdo gjendje atmosferike të rënduar, të shpallet gjendja e jashtëzakonshme. Këto janë reagime që ushqejnë nervozizëm, jo zgjidhje, ushqejnë ndarje, jo ndihmë, ushqejnë çorodi, jo siguri. Gjatë mbledhjes u bë me dije se qeveria ka ndarë rreth 50 milionë euro për situatën emergjente natyrore dhe po vazhdon koordinimin me autoritetet lokale për të mbështetur banorët e prekur, për të garantuar furnizim me energji dhe për të minimizuar dëmet në tokat bujqësore. Masat përfshin gjithashtu ndihmën për familjet e evakuara dhe monitorimin e rrugëve kryesore për sigurinë e qytetarëve.